Pasioni im është i hershëm në kohë. Që kur kam qenë në fëmijëri, kam qenë koleksionuese e pullave, e mjeteve, e figurave, e makinave në miniatur, e gjithçka tjetër objekt apo sende që për mua përbënin interes. Në këtë pasionin tim për koleksionet, kam pat një mbështetje shumë të madhe nga familja ime, baba im, vllai, dhe kur kam njohur bashkëshortin, ai është bërë pjesë e pasionit tim. Nga baba im, merja gjithmonë këshilla, kisha mundësi të rrija te mjetet atit vetëm tek timoni shumë pak, sepse ishte një makinë zyrtare, mund ta shikoja shumë pak, ai vetëm më fliste, nga ana teorike më ka mbushur shumë. Diku nga viti 98, jo diku po fiks në vitin 98, njife me Gentin, i cili për fatin tim të mirë qëlloj që ishte inxhinier mekanik, dhe këtu ndodh që nuk u ndam asnjëherë nga, po ne i themi gjithmonë, nga hekurat, nga çelsat, nga veglat, nga gjithçka që na lidh me botën e mjeteve. Dhe pasioni u vazhdoi dhe u thellua edhe më shumë. Unë isha shumë e kërkuese se Genti faktikisht, shumë e kërkuese. Doja ta çoja deri në fund një gjë që e doja, një mjet që e doja, një po themi një rregullim apo një diçka çfarë të ishte. Unë kisha përbërë shtryja deri në 2-3 natës, domethënë. Faleminderit Retros që këto mjete nga garazhi i mbanin këtu e 12 vjet paktën flas për mjetet e mia. Ti nxjerrim dhe unë jam në timon gjithkohës. Nuk jam një pasagjer e Gentit, por jam në timon dhe Genti është me mjetin tjetër të vetin. Ajo që do t'i sugjeroja unë të gjitha grave dhe vajzave është që mos ndalen ka shi asnjë pasionit të tyre. Sikurse unë pasionin tim e bëra realitet, le të bëjnë dhe ato çdo pasion realitet. Mos ndalen. Këtë këshill ja kam dhënë vajzës time, vazhdoja jap, e marr për krah çdo aktiviteti, i tregoj çdo pasion timi, i tregoj çdo të kaluar dhe koleksionet e mia dhe gjithmonë i them hec përpara. Mos shih fare asnjë pengesë. Çoj pasionin përpara.